Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Italia shpërson rregullat për personat me origjinë italiane që kërkojnë të pajisen me pasaportë italiane. Sipas ndryshimeve të reja të miratuara nga Parlamenti italian, aplikantët duhet të kenë të paktën një prind ose gjysh që ka qenë qytetar italian në lindje për të përfituar nënshtetësinë. Qeveria tha se ndryshimet synojnë të forcojnë lidhjen midis Italisë dhe qytetarëve jashtë vendit, të parandalojnë abuzimin dhe komercializmin e pasaportave italiane. Sipas të dhënave zyrtare nga fundi i vitit 2014 deri në fund të 2024, numri i qytetarëve italianë që jetojnë jashtë vendit është rritur me 40%, duke arritur nga 4.6 milion në 6.4 milion. Deri në fund të marsit 2025, kur qeveria e kryeministit Giorgia Meloni paraqiti ligjin mbi 60.000 çështje gjyqësore për verifikimin e nënshtetësisë, ishin ende në pritje. Eurodeputetët Kristian-Demokrat, Social-Demokratët, Liberalë dhe të Gjelbrit i kanë bërë një apel urgjent Komisionit Evropian që të ndalojë plotësisht të gjitha parat nga Brukseli për Hungarinë e kryeministrit Viktor Orban. Në një letër urgjente të nënshkruar bashkërisht nga përfaqësues të disa grupeve parlamentare në Parlamentin Evropian të vënë në dispozicion të arët dë studion në Bruksel, europarlamentarët kërkojnë që të gjitha fondet të BE-s për Hungarinë të tërhiqen përgjithmonë. Sanksionet e mëparshme, siç deklarojnë ata, nuk kanë sjellë rezultate. Kjo është një thirrje e qartë nga Parlamenti Evropian drejtuar Komisionit Evropian për të rritur presionin ndaj Hungarisë. Deputetët duan që më në fund t'ia mbyllin rubinetin qeverisë së Viktor Orbanit, thot Moritz Korner nga Partia Liberale Gjermane. Gjermania blindon krahun lindor të NATO-s. Ushtria gjermane dislokoi në Lituani brigadën e parë të tankeve të 45 me rreth 5.000 ushtar. Në ceremoninë e apelit në Vilna do të marrë pjesë dhe kancelari Friedrich Merz. Gjermania do të jetë e gatshme të mbrojë çdo centimetër katror të territorit të NATO-s, theksoi ministri i mbrojtjes socialdemokrati Boris Pistorius në fjalimin e tij të parë në Bundestag pas ndryshimit të qeverisë. Lituania po punon për formimin e një trupe tankesh të aftë për veprim, për të cilën ka porositur 44 tanke moderne të tipit Leopard 2 A8 të prodhimit gjerman. Lituania me 3 milion banor ndodhet midis eklavës ruse të Kaliningradit dhe alatës ruse Bielorusisë, në të cilën ndan një kufi prej 680 kilometrash. Vladimir Putin urdhëroi krimin një zone tampon për të mbrojtur rajonet ruse të Kurskut dhe Belogradit që nënkupton pushtimin e një brezi territor Ukrainas pranë qyteteve Sumi dhe Kharkiv. Nuk është e qartë nëse deklarata e presidentit e bërë gjatë samitit qeveritar synon të adresojë shqetësimet e shprehura nga guvernatorët e rajoneve kufitare gjatë vizitës së tij të martë në Kursk, apo nëse ka për qëllim të justifikojë ofensivën e nisur prej disa ditësh. Rusia dhe Vladimir Putin nuk kanë dhënë ende asnjë pëlqim ose refuzim për Vatikanin si alternativë për të zhvilluar negociatat e armpushimit dhe paqes me Ukrainën. Sipas kryeministres italiane Giorgia Meloni, edhe pse diskutimet e liderëve perëndimor vijojnë, Kremlini nuk është shprehur ende për këtë alternativë. Shefja e qeverisë italiane pas një telefonate me Donald Trump tha të njëjtën se synimi kryesor i perëndimit janë negociata serioze, duke nënkuptuar se nuk do të nxitohet vetëm për çështjen e vendodhjes. Përtej datave dhe vendeve, prioritet është që të ketë negociata serioze ku bashkëbiseduesit të tregojnë vullnetin dhe dëshirën e tyre për të bërë përparim. Ky është thelbi i punës që duhet të bëjmë tani për të arritur një armpushim dhe një marrëveshje paqe gjithëpërfshirëse, e cila nuk injoron garancitë e sigurisë për Ukrainën, tha kryeministri italiane Giorgia Meloni. Ministrat e financave dhe guvernatorët e bankave qendrore të vendeve të G7-s janë pajtuar gjatë një takimi në Kanadan perëndimore se Rusia mund të përballet me sanksione shtesë nëse ajo i reziston një nisme për një armpushim në luftën e saj në Ukrainë. Shefa e financave të G7-s kanë dënuar luftën brutale të Rusisë nëpërmjet një komunikate në fund të takimit të tyre dhe kanë thënë se nëse përpjekjet për të arritur një armpushim dështojnë, ato do të shqyrtojnë të gjitha opsionet e mundshme, përfshirë një shtim të mëtejshëm të sanksioneve. Komunikata ka thënë po ashtu se asetet sovrane të Rusisë që mbajnë në jurisdiksionet e vendeve të G7-s do të mbeten të ngrira derisa Moska të japë fund luftës dhe të paguajë për dëmet që i ka shkaktuar Ukrainës. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis deklaroi se heqja e kazus Belit të Turqisë kundër Greqisë mund të lidhet me pjesëmarrjen e Ankaras në programet e mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Në intervistë radiofonike, Mitsotakis tha se planifikon ta ngrejë çështjen drejt për drejt me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Kazus Beli i shpallur nga Parlamenti i Turqisë në vitin 1995 në përgjigje të zgjerimit të mundshëm grek të ujrave territoriale mbetet një tension kyç-dypalësh. Mitsotakis argumentoi se Turqia nuk mund të kërkojë hyrje në mekanizmat e financimit të mbrojtjes së BE-s duke ruajtur një kërcënim lufte kundër një antari tjetër të Bashkimit Evropian.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kritikoi homologun britanik Keir Starmer, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin kanadez Mark Carney. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Netanyahu nënvizon se këta lider europian po qëndrojnë në anën e vrasësve masiv, përdhunuesve, vrasësve të foshnjave dhe rrëmbyesve, duke ju referuar Hamasit, grupit që Izraeli e konsideron organizatë terroriste. Netanyahu thekson gjithashtu se Hamasi synon shkatrimin e Izraelit dhe zhdukjen e popullit hebre. Kur nuk e kam kuptuar se si kjo e vërtetë thjesht mund të shpëtoj liderëve të Francës, Britanisë dhe Kanadas, deklaroi Benjamin Netanyahu. Këto vende paralajmëruan pasoja nëse Izraeli nuk e ndalon ofensivën dhe nuk lehtëson hyrjen për ndihmat. Administrata Donald Trump ndalon në Universitetin e Harvardit të regjistrojë student ndërkombëtar. Të gjithë ata studentë të cilët aktualisht ndjekin studimet në Harvard janë nga kombësitë të tjera, duhet që të transferohen në universitete të tjera ose në të kundërt të humbasin statusin e tyre ligjor. Sekretari e Sigurisë Kombëtare Kristi Noam argumentoi se vendimi nga administrata Trump është marrë pasi Harvardi ka krijuar një mjedis të pasigur duke lejuar agitacionin dhe terroristët që të sulmojnë studentët e brejnë. Në një deklaratë, Harvardi i quajti vendimin e Donald Trump si të palishëm dhe u tregua këmbgulës duke shprehur gatishmërinë se universiteti do të vazhdojë që të presë me përkushtim studentë të huaj. Dy anëtarë të stafit të ambasadës izraelite, një çift i ri u qelluan nga afër teksa po largoheshin nga një aktivitet i fokusuar në ndihmën e banorëve të Gazës. Policia akuzoi Elias Rodriguez nga Chicago si të dyshuarin e vetëm, raporton BBC. Oficerët thonë se i dyshuari ka lënë të kuptohet se ka kryer veprën penale dhe ka broritur Palestina e lirë, ndërsa ishte në paraburgim. Presidenti amerikan Donald Trump i ka dënuar vrasje duke postuar në Truth Social se ato padyshim bazoheshin në antisemitizëm. Izraeli forcon masat e sigurisë për misionet diplomatike izraelite në të gjithë botën. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se do të rritet mbrojtja e përfaqësuesve të vendit të tij pas sulmit me armë të ndodhur natën e së mërkurës në Washington, i cili mori jetën dy punonjësve të ambasadës. Zyra e Netanyahut njoftoi se kryeministri izraelit kishte pasur një bisedë me prokuroren e përgjithshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Pam Bondi, për të marrë informacione mbi dy viktima dhe për të mësuar më shumë rreth të dyshuarit për sulmin. Izraeli lejoi hyrjen e 100 kamionëve me ndihmë humanitare në ripin e Gazës. Në to transportoheshin miell ushqim për fëmijë dhe pajisje mjekësore. Kjo lëvizje vjen një kohë kur Kombet e Bashkuara raportojnë se ndihmat nuk po arrin ende tek njerëzit më të prekur nga kriza. Megjithatë, situata humanitare mbetet kritike. Pas një bllokade 11 javore, popullsia palestineze përballet me mungesa në ushqime dhe ilaçe. Pavarësisht presionit në rritje ndërkombëtar, mijërat tonë ndihma qëndrojnë ende në pritje pranë kufirit, ndërsa shpërndarja e tyre mbetet e vështirë për shkak të pasigurisë. Rreth 25% e popullsisë së Gazës rrezikon të përballet me uri të plotë nëse situata nuk ndryshon shpejt. Britania e Madhe do të nënshkruajë një marrëveshje që ia heq sovranitetin e ishujve Kagos, Mauritiusit, ndërkohë që siguron dhe të ardhmen e bazës ushtarake britanike amerikane Diego Garcia në Oqeanin Indian. Marrëveshja, detajet e së cilës u njoftuan për herë të parë në tetor, do t'i lejojnë Britanisë të mbajë kontrollin e bazës ushtarake në Diego Garcia në ishullin më të madh të arkipelagut në Oqeanin Indian, sipas një kontrate qiraje 99 vjeçare. Kryeministri britanik Keir Starmer do të marrë pjesë në një ceremoni virtuale në shkrimin me përfaqësues të qeverisë të Mauritiusit, raportoi Gazeta Telegraph. Në vitin 1965, Britania i shkëputi ishujt Kagos nga Mauritiusi, një ish koloni që u bë pavarur 3 vjet më vonë për të krijuar territorin britanik të Oqeanit Indian. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.